shohim mërgata në fjalor, por asgjë s'bëjmë për mërgata. I maltretojmë, i organizojmë kur na duhet, vinë, të votojnë edhe aq. Veç e rritim numrin atje. Asgjë s'bëjmë. Po të ishte ndryshe, po ta kishin të drejtën diaspora të voton me postë, sot ne do të kishim më shumë deputet, zona 5, zona 6, zona 1, 2, po edhe në zonën 3 do të kishim deputet, dhe komunat nuk do të mvareshin as pak prej votave të tjera. As pak. Për shkak se ti ke rastin e Bërvenicës, 65% janë të regjistruar shqiptar. Po ta kishin të drejtën edhe diaspora, nuk do të kishim kësaj lloj problematike, do të mbaronte rand 2 do të hyshin 2 kandidatë shqiptare. Leje mo të vim në një situatë të kesh betejë etnike, shohim çfarë po ndodh. Po edhe komuna tjera, nuk do të kishim Gosivari e Vrapçishti mos arritje të cenzusit. Nuk do të kish. Për shkak se diaspora që është e prekur shumë këto di komuna, sidomos Gosivari dhe Vrapçishti, do ta zgjidhin që në raund parë ose nuk do të kishim dështim të procesit zgjedhor.